Faleminderit shumë I dashur Edi. Faleminderit shumë që na mblodhe këtu. E jashtëzakonshme, siç ne e dim që apo siç ne e njohim që e bën, e dim që ndryshimet që po kalojmë janë historike, kjo s'ka dyshim. Kur ra muri në 1990-ën, u shpall se ishte fundi I historisë dhe ju kujtohet të gjithëve që na e mori mendja që liria politike dhe ekonomike më së fundi do të shkrije I bashkë dhe kjo do të bashkonte njerëzit. Sot jemi këtu dhe historia është kthyer. E kështu është kthyer dhe gjeopolitika. Ajo çfarë perceptuam si rend botror, po kthehet në çrregullim botror I nxitur nga ambicjet imperialiste të Putinit dhe betejat të tjera. Detyrat e fundit dhe ashtu siç u fol këtu Emanuel, nevoja për një thirrje për Europën për të zgjuar është artikuluar një sër herësh. Sot Evropa është zgjuar, I ka syt hapur dhe ne e dim që duhet të ecim përpara, duhet të mbyllim hendekun e inovacionit dhe ju e përmendët, na duhet të nxitim konkurrueshmërinë tonë, na duhet të ndërtojmë vetë këtë qendres tonën dhe na duhet të zgjerojmë të thellojmë rrjetin e partneriteteve që kemi në mbar botën. Kemi mësuar të gjithë që kur ka kriza të mëdha, Europa është ajo që jep ca prej përgjigjeve më të mëdha dhe ne e dim që gjatë viteve të fundit, pandemia, kriza e klimës, kriza energjetike, lufta ruse kundër Ukrainës, të gjitha këto janë kriza të rënda, të cilat në kanë sfiduar vërtet, por Europa ka dalë prej tyre më e madhe e më e fortë nga çdo krizë. Europa është bashkuar më shumë në këtë pikë these të historisë. Dhe Europa ka qëndruar e bashkuar në mbështetjen e saj të palëkundur për Ukrainën, sepse nuk duhet harrojmë. Kjo është arsyeja pse edhe komuniteti politik evropian është themeluar e krijuar për të mbledhur krah Ukrainës përballë agresionit rus, pra për të radhitur krah saj dhe për sjell paqe në kontinent, ndërkohë që Rusia e ka lënë Europën. Vetëm fakti që jemi të ulur këtu së bashku me ju, Volodymyr, është provë e bashkimit ton të palëkundur, të çelikt. Dhe kjo tregon bashkimin ton, vendosmërinë ton e një bashkëpuni edhe më të madh për të ruajtur sovranitetin e Ukrainës, për gjetur një rrugë drejt një marrëveshjeje paqeje dhe për të pasur garanci të forta sigurie për Ukrainën. Gjatë rrugës, shumica e anëtarëve të KPE-s kanë mbështetur sanksionet kundër Rusisë dhe ato po japin efekt. Të ardhurat e naftës dhe gazit në Rusi janë ulur me 18% përpara luftës, ndërkohë që deficiti po rritet në mënyrë të papërshkrueshme, inflacioni është në rritje mbi 10%. Dhe ne jemi gati të bëjmë më shumë për ta sjellë Putinin në tryezën e negociatave dhe shumë folës e përmendën. Kjo luftë duhet të përfundojë, ju e tha Georgia, ju e tha Kir. Volodymyri ka përshkruar të gjithë ato tek të ditëve të fundit për të qenë të qartë. Ne duam paqe. Kështu që po punojmë për grupin tjetër të sanksioneve dhe elementet kryesorë të kësaj pakete do të jenë për shembull sanksionet kundër Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2. Gjithashtu edhe listimi I anijeve në flotën hije, gjithashtu edhe ulja e tavanit të çmimit të naftës, se duam paqe dhe ka ardhur koha që të angazhohemi seriozisht për një gjë të tillë. Por po kështu jemi mbledhur këtu në Tiranë për të ndërtuar të ardhmen tonë të përbashkë dhe ishte mrekulli të dëgjoje folësit e ndryshëm. Të ardhmen tonë të Europës në një epokë begatie të përbashkët. Nëse ja dalim me sukses, të ndërtojmë këtë mirëqenie dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë. Ky është ngjitësi për stabilitetin dhe paqen në kontinentin tonë, është më I fortë se sa çdo agresion. Begatia, prosperiteti I përbashkët.
Për ta bërë këtë, ndërlidhja duhet jetë në krye të agjendës tonë dhe po i krijojmë këto mundësi tashmë përmes instrumentit për Ukrainës, përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor e Moldavine, së shpejti do t'i hedhim syt për nga deti i zi me një strategji të përkushtuar të BE-s për detin e zi. Agjenda e ndërlidhjes që lidh Europën me Azinë qendrore përmes partnerëve tan të Kaukazit Jugor. Është një vizion i jashtëzakonshëm për cilin duhet punoj për të lidhur infrastrukturën, transportit ndërkufitar, që të kemi fluks tregtar, të krijojmë lidhje digjitale që lidhin njerëzit rreth i komuniteti politik evropian. Ne i kemi zhvilluar me shpejtësinë e dritës këto vitet fundit dhe Ky është fakti, se KPE-ja është më shumë se sa një ide apo forum. Është shprehja e aftësisë sonë për të zgjidhur e për të bërë ballë së bashku sfidave që ndodhin si europian. Dhe e them me besim, me shpresë e vendosmëri. Në fund, që mund të them rroft Europa. Faleminderit shumë.